Çmimet e derivateve të naftës në Kosovë kanë shënuar sërish ngritje gjatë ditëve të fundit, duke reflektuar lëvizjet në tregjet ndërkombëtare të naftës. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka publikuar edhe sot çmimet e lejuara për shitjen e derivateve. Sipas vendimit të sotëm, çmimi maksimal i lejuar është nafta 1,78 euro për litër, ndërsa benzina 1,50 euro për litër. Në Gjakov, çmimet që u hasën në pikat e karburanteve janë nafta nga 1,73 euro për litër deri në 1,78 euro për litër, benzina nga 1,50 euro për litër deri në 1,51 euro për litër. Ekspertët e tregut vlerësojnë se rritja e çmimeve lidhet kryesisht me luhatjet e çmimit të naftës së papërpunuar në bursat ndërkombëtare, kostot e importit, si dhe zhvillimet gjeopolitike që ndikojnë në furnizimin global me energji. Gjatë muajve të fundit, tensionet në linjën e mesme dhe pasiguritë në tregun ndërkombëtar kanë ushtruar presion mbi çmimin e naftës, duke reflektuar edhe në Kosovë. Ministria vazhdon të publikojë çdo ditë çmimet maksimale të lejuara, ndërsa operatorët ekonomik janë të obliguar të i respektojnë ato.